Mirë, atëherë me që jam tani me zotri Bedri Elezin dhe do të flasim për disa prej vrasjeve më interesante të cilat nuk janë zbardhur në vendin tonë dhe normalisht do ta kemi njërin prej tyre edhe në Shqipëri ato më të famshëm. Zotri Elezi, kënaqësi t'ju kemi në Kosova Today. Faleminderit gjithashtu edhe për mua. Një ngjarje interesante, në fakt, policia e Kosovës shquhet si një prej organeve më kredibile në vendin tonë, por ashtu sikurse edhe policitë e vendeve tjera dhe prokuroritë e vendeve tjera, edhe këtu në Kosovë kanë arritur të ndodhin vdekje të dyshimta apo vrasje të cilat nuk janë zbardhur ndonjëherë dhe vazhdojnë të jetojnë. Por cila është më interesantja dhe më e rëndësishmja prej tyre sipas jush, zotri Elezi? Në fakt, thot me të drejtë se ka raste të cilat nuk kanë marrë epilogin e tyre, apo nuk janë qartësuar mirëfilli sa i përket zbulimeve të tyre. Janë raste që kanë trondit opinionin dhe se bëjnë pjesë tek cilësimet e vrasjeve enigmatike, apo mund të themi rasteve vështirë të trajtuara në aspektin e zbulimit apo mund të themi sjelljeve dhe provave dhe dëshmive të cilat do të ishin dobishme për një gjykim veçantë. Ajo që duhet të theksoj është fakti se dikon rreth 70 raste janë gjithsej të pazbuluara deri më tani se përket rasteve të ndjeshme, po ajo që kisha dashur mi përmend 70 raste të ndjeshme të pazbuluara. Që janë të pazbuluara, pak të një referon burimeve të hapura. Nëse edhe një numër edhe më i madh do të jetë atyre vrasjeve të pasluftës. Me siguri, janë disa prej rasteve që janë shumë interesant me i përmend, që i kam përzgjedh ti theksoj, është rasti i Dino Hasanaj, që është një rast shumë specifik. Jo cilësoni si vrasje, sepse ajo është vetë vrasje me letra apo vojë. Prandaj është e paqartësuar nëse kujtohet që thash fillim që nuk kanë marrë epilogën edhe prandaj po e përzgjedh, është për shembull Artan Santo, një rast që ekzekutimi Artan Santo, që lidhet për shembull me çështje biznesore në Kosovë, edhe një rast që po duhet me përfshi edhe komunitete të tjera, për shembull rasti i Ivanovićit, Oliver Ivanovićit, i cili pa ashtu ishte një rast specifik. Artan Santo e përmendëm lidhet me biznesin në Kosovë. Të paktën në bazë të trajtimeve nga informacione kështu të hapura, nga burime të hapura, është një rast që lidhet me biznesin në Kosovë. Mirë, që ka pas në bashkëpunim ndërkombëtar dhe kërkesë për bashkëpunim ndërkombëtar. E lajmë të dytën Artan Santon, po lajmë të Dino Hasanaj. Kush është ka qenë fakt? Edhe pse nuk? Në fakt, shumë interesant është rasti i tij që opinioni kosovar ka pas shumë nevojë edhe ka qenë shumë e dobishme për performancën e drejtësisë së Republikës Kosovës së zbarën reale definitive të këtij rasti. Ne dim që patëm një angazhim ndërkombëtar, nëse s'gaboj, patëm një vizitë FBI nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, të cilat zbarkuan në Kosovë nga se i njëjti ishte edhe shtetas amerikan dhe se ishte në atë kohë udhëheqëste në fakt, kishte udhëhequr në fakt agjencinë e privatizimit të Republikës Kosovës, një nga institucionet të rëndësishme që pat një impakt dhe ka pas realisht një impakt serioz të çështjeve ekonomike, financiare, e sidomos ndërmarrëse që kanë pas interes me privatizu zona të caktuara që janë konsideruar në aspektin e ndërmarrësisë të jetë me vlerë. Ju kujtohet se ka pas diskutime rreth kësaj ngjarje, por nuk ka një epilog përfundimtar që na bën. Madje ka edhe interesant një raport i autopsisë që diskutu shumë në lidhje me këtë ngjarje. Prandaj këtu ka pas çështje rreth asaj se mos funksionimi i kamerave, një detaj tjetër. Gjithmonë problemet është shumë edhe nëse do të ishte koincidencë, do të ishte një super koincidencë. Me ndodh krejt ato sene mrena një fraksioni caktuar. Tregoj 3 arsye që e bëjnë shumë komplekse. E para se personi ndjeri ka jetuar në një vend ku mund të themi ka qenë njëri ndër vendet më të survejuara në Prishtinë dhe ka pas edhe siguri, domthonjë ka pas perimetër, rrethoj zonës lagjës ku ka jetuar siguri, trupa fizike me siguri, monitorim të jashtëzakonshëm të kamerave dhe njëkohësisht deklarime apo mund të themi raportime në kundërthënëse. Këto raportimet e kundërthënëse neve na bëjnë me mendu sidomos tek faza fillestare e grumbullimit provave dhe dëshmive në terren. Mos harroni se shpeshherë kam përmend faktin se hetuesi, polici, i cili ka obligim me hetu rastin është mbrejtja e rastit. Nga se tek ai varet marrja e provave në mënyrën e duhur apo jo.
Ne kemi pas raste ku Qysh nuk ka edhe ndonjë organ korrektues i cili e mbikëqyr. në momentin kur Sepse do të ishte shumë e pabesueshme krejt një rast për me zbardhë me qenë veçon e personi që... a këto është kroni një çështje Se një person mund edhe të blihet, mund edhe të gaboj në aspektin njerëzor. E do vëmendjen kjo çështje për cilën po flasim, realisht në Kosovë është organizuar mirë çështja e hetimit. Në momentin kur merret informacioni, zakonisht janë njësit sektorët, njësit e stacioneve, patrollat që shkojnë në vendin e ngjarjes dhe patrolla më e afërt zakonisht arrin e para dhe detyra e tyre është me siguru perimetrin, me kriju rrethona, por hetues janë ata të cilët grumbullojnë prova që autorizohen me prokurisë shtetit. Dhe në rast se hetuesit dështojnë me siguru provat e mirëfillta në fazën e parë të hetimeve, ekziston rreziku edhe më dëmtu procesi hetimor, sepse në rast se hetuesi vonohet, krijon rrethona që mu largu nga kryste veprës provat, atëherë është shumë vështirë. Në disa raste, për shembull, ka shumë problem prokuria me ngrit një akt akuza apo dhe gjykata me marrë një vendim ku vepra është kry, po mjeti me cilën është kry vepra mungon. Janë disa rrethona, për shembull në rastin e Dina Hasanit ka pas një raport i cili konsiderohet si vetvrasje, por mënyrat profesionale se si ka pas mundësi njëti të kryej një 15 goditje vetë. 15 goditje dhe në zona që është vështirë në çfarë do rrethone me i vendos ato plagë, bëjnë me mendu që ka një rast specifik e cili mund të themi për shkak edhe se s'ka pas një epilog përfundimtar tina, na bën për me mendu dhe me trajtu si një vrasje interesante. Po një vrasje që lidhet me Kosovën dhe me Shqipërinë është edhe kjo Artan Santos, i cili ka qenë guvernatori bankës Credence, nëse nuk gaboj. Tani më kishte një pistë, atje ishte hetuar edhe grupi i fushkuqës, ku ishte edhe Erves Martinaj aty, madje dyshoj se pikërisht ekzekutuesi i tij ka qenë edhe Brilan Martinaj, i vrarë në një ngjarje në atë zonë e fushkuqës atje përmi urë veti tretës bashku. Pse lidhni me Kosovën, kur i njëjti ka pas çështje edhe me krimin në Shqipëri atje? Në fakt, gjithmonë referohemi diskutimeve që janë të hapura, duke mos dashur asnjëherë që dëmtojmë ndonjë mund të themi të dhënë apo ndonjë dëshmi e cila çon drejt zbardhit të këtij rasti, por dihet që në numër i madh të qytetarëve të Republikës Kosovës kishin arritur me marrë kredi në bankën në fjalë dhe ka pas edhe një aktivitet theksuar të bashkëpunimit ndërmarrësi të bizneseve të Republikës Kosovës me një bankë jashtë territorit të saj, e që në fakt ajo ju kujtohet që dështoj, falimentoj, një farë forme fal një performancë jo të mirë të strukturës organizative për dhënien dhe trajtimin e kredive përkatësisht kredimarrësve, madje spekulohet që tek pjesa e kolateralit ka pas vlerësime jo në nivelin që kërkohet dhe standardeve që kërkohen, dhe i njëjti domethënë papritmas u gjet i vrarë në rrethona. Jo, nuk u gjet, ai u vra para kamerave të sigurisë. Në fakt u gjet, po them në qendër të Tiranës para vendit të tij të punës bankës Credence, që ishte diku te blloku. E thash u gjet kuptimin prej organeve të zbatimit ligjit, sepse ato kur shkuan e kanë gjetë të vdekur nëse në gaboj. Po, ka qenë i vdekur. Prandaj e thash ekzekutuar me plumë. Ekzekutuar. Prandaj e thash u gjet i vrarë në kuptimin sepse organet e rendit kur kanë arrit aty ka qenë pa shendja jete, nëse s'gaboj ka qenë raport. Dhe më vonë pat deklarimin në lidhje me personat që mund të kryjnë këtë krim, por krejt ma vonë edhe personat të cilët dyshoheshin se mund të kenë kryer këtë vrasje, janë tani më të konsideruar të zhdukur apo të vrarë. Dhe dalim sepse tani do ta bëjmë vrasjen e Ivanovicit dhe një rikapitulim të këtyre 3 vrasjeve sepse mund të kenë të përbashkëta. Dhe vrasja e Oliver Ivanović. Pra, ish roja urës për dikë kriminal, pastaj u kthye në një lloj heroi të Kosovës nga pushteti dhe në fund u vra përballë zyrës së tij, nëse nuk gaboj, në pjesën veriore të Mitrovicës. Kush është Oliver Ivanović për ata të cilët nuk kanë informacion dhe kush donte të vdekur të njëjtë? Kjo është interesant, prandaj kemi përzgjedhur këta 3 raste që janë komplekse dhe komplekse në vete, madje bëjnë me mendu tek ata strukturat cilat organizojnë apo ose morën detyra. Konkretisht që lind nga one, a ka mundësi që dora njëjtë të ketë kryer të 3 këto vrasje? Dhe është arsyeja që kemi marrë pikërisht te kjo përzgjedhja të këtyre vendeve është nëse kem të bëjmë me struktura profesionale mirë të organizume, e që kanë marrë detyra nga persona, grupe, individ,
organizata për me kry veprime të ngjashme. Mos të harromi se ne kemi konstatuar dhe kemi ardhur te mendimi se kur është në pyetje krimi organizum, nuk ka etnia aty, kanë bashkëpunu shqiptarë, serbe, e kupe diçka, kanë bashkëpunu për llogari biznesi. Nëse je një shqiptar i cili ju pengon hipotetikisht, po them. Rivalve të caktuar. Rivalve të caktuar, qofshin ata edhe serb. Ti mund të bësh prej vrasësve shqiptar? Ju po thoni që krimi komunikon dhe bashkëpunon me njëri tjetrin. Pra, a kryejnë edhe vrasje në favor të njëri tjetrit? Po, saksisht kjo është njëra ndër çështjet që duhet me pas një vëmendje inteligjenca Kosovës, njësiteve inteligjencës Kosovës, qofshin ata të AKI-s apo të policisë, sepse kemi edhe raste së fundi që janë lidhur edhe me maqionin me Shqipërinë, ndoshta edhe me vrasjet që sapo përmendëm, ku Kosova është bën një vend interesant për këtë lloj ndërmarrësie, për këtë lloj biznesi, edhe se vrasësit kanë qenë mirë të përgatitur, duke u siguruar që edhe prova se janë djegja e veturave. Ju kujtohet në rastet e veçanta kemi pas edhe djegje të provave veturave ku personat të cilët e kanë kryer këto vepra e kanë konsideruar se kjo është mënyra e vetme për të larguar edhe kampionet siç janë për shembull ADN-ja me pajisjet veturat me të cilat është kryer për shembull vrasja. Ngjashme kemi pas në Shqipëri, në Maqedoni, Kosovë, në Serbi, që do të thotë se kemi të bëjmë me një strukturë mirë të organizuar, që merr biznes, bën biznes në këtë aspekt, e që nuk kanë rëndësi emrat e përvetshëm apo identitetet, por se ky grup apo këta grupe kryejnë në interes. Në interes biznes, e kanë biznes dhe prandaj ka dështu institucioni i drejtësisë deri më tani me vendos para, mund të themi, para drejtësisë. Sepse ne po flasim për disa vrasje tash në momentin që ju po flisni, mu po më kujtohen edhe disa raste tjera, vrasja e shqiptarit të UÇK-s, edhe djegja makinës së tij vitin para 2 vitesh në Pej, ashtu pas bordër. Në Kaçaneke kemi pas një rast të njëjtë, ashtu është një shqiptar i UÇK-s. Kemi edhe zotrin Lika. Lika, në Prishtinë gjithashtu vrasjen e një shtetasit të Maqedonisë. Domethënë, a ka mundësi që një person i cili nuk është vrasës profesionist të kryejë një vrasje profesionale? Kjo është shqetësimi. E kupton, sepse në asnjë mënyrë, vetëm persona të cilët kanë kapacitete, trajnime, performancë të jashtëzakonshme mund të jenë pjesë e kësaj elitës që organizojnë këtë lloj biznesi. Pra ju thoni, secila vrasje e pazbuluar në Kosovë, numri më i madh i tyre është kryer nga vrasës profesionist me pagesë. Saktësisht duke u nisë nga një fakt. Jo dini që në këtë kohë kur survejimi me kamera është jashtëzakonshëm në vende të caktuara, nuk ka arrit që me identifiku, vjedhja e targave të veturave të caktuara dhe vendosja në targat në cilat është kry krimi, është pashtu një element që personat kanë arrit mi u shmong kontrollave policore në momentet kur ata kanë surveju viktimën, dhe elementi tretë është për shembull që kanë largu gjitha gjurmët, provat dhe dëshmit, sidomos pjesë të ADN-s, që kanë mujt me qenë pjesë e një performancë të hetimit të zyrtarit Policisë Kosovës. Ju e pat për shembull vrasja fundit e një shtetasit të Maqedonisë në Prishtinë, i cili dyshohet se kishte kryer vepra vrasje në Kosovë, në Maqedoni me një kundërvlerë. Për plasja e dy grupeve. Ishte dyshohet edhe për një vrasje në Turqi, nëse s'gaboj. Jo, ishte vrasja në Selanik, cila i ndodhi pas kësaj vrasjes në Prishtinë. Dhe këtë të duket se sikurse dhe ishte vrasja dyfisht, e cila i parapriu kësaj vrasje, pra zotri Lezi për referohet problemeve që i kanë dy grupe të ndryshme në Maqedoninë e Veriut, e të cilat në kuadër të llogarive të tyre kanë kryer vrasje në Maqedoni, kanë kryer vrasje një në Shqipëri, kanë kryer vrasje në Selanik dhe kanë kryer një vrasje në Prishtinë. Pra gjithë kjo sag e vrasjeve është bartur nga Maqedonia në Kosovë dhe prandaj jemi për të biseduar këtu se çfarë po i ndihmon këta vrasës të lëvizin lirshëm, të kryejnë detyrat e tyre dhe të mos marrin përgjegjësi për krimet që kanë bërë. Madje edhe ka pasur diskutime rreth organizimit të vrasjes edhe vet Martina që ju përmendet pak më herët. Ervis Martinaj, i cili dyshohet dhe besohet. Unë do të përmendja një rast. Ervis Martinaj ka qenë një të dyshuarit për pikërisht Artan Santën. Po do të kthehemi në një rast shumë interesant. Ju kujtohet vrasja e Elvis Pisajt. Ish zyrtarit apo mund të themi shefit të çështjeve juridike në postën e Kosovës. Nëse ju kujtohet, ka qenë pa ashtu një rast specifik i cili të le me mendu dhe të bëmë me dyshu që ky lloj biznesi ka zënë vend mirë në Kosovë
dhe se personat të cilët kanë kry veprimet të tilla dikur më vonë janë kujdesur që të largojnë nga rruga dhe vetë personat për cilët i kanë angazhu në kryen e vrasjeve, kryen e veprës penale në vrasje për shembull e të organizume, e që në fakt më të pas dëshmi, sikur se tha më parë. E paguajnë personin për të kryer vrasje, pastaj e vrasin vetë personin. Pikërisht për të mbyll edhe qarkun, apo mund të them për të mbyll edhe mundësitë. Kena ndonjë vrasës serik, i cili është ekzekutuar në Kosovë dhe ka pas disa vrasje në... Pikërisht personi i cili u vra në imacionistë në Prishtinë, a mendohet apo dyshohet Llaca e kishte mbjemrin, nuk po më kujtohet. Dyshohet që i njëjti ndoshta pikërisht ka qenë njëri nga personat që mund të ketë kryer vrasje me pagesë, që në fakt vrasje të organizuara që në fakt mund të jetë shënjesër, mund të ketë qenë shënjesër e atyre të cilët i kanë dhënë detyrën për kryer vrasje. Por i njëjti dyshohet, e kemi edhe 1 minutë kohë, dua të dal shumë shpejt, i njëjti ka qenë, pra nëse i referohemi person me emrin Llaca, i cili ishte nga Maqedonia dhe është vrarë në Prishtinë, i njëjti ka qenë edhe pjesëmarrës në luftën në Siri. A ka mundësi që grupet të cilat merren me këto punë të rekrutojnë edhe këta persona të cilat shteti nuk arritur të riadhësojnë në formën dur, apo ushtarët e UÇK-s të cilët për një moment i ka harruar shteti dhe nuk kanë ndonjë burim të ardhurash? Janë njerëz të stërvitur, ditë përdorin armët, sa janë të gatshëm për... Gjithmonë shënjestër të këtyre grupeve, të këtij lloji biznesi janë personat me rrezikshmëri të lartë. Personat të cilët janë me rrezikshmëri të lartë kanë marrë pjesë në luftra. Luftën në Siri, luftat në Kosovë, janë persona me kapacitete... Një punë e vogël, realisht. Sigurisht, njerëzit të cilët kanë një përvojë në luftat veçanta, në aksionet veçanta, janë një farë me personat të cilët kanë ka dhe kapacitete, por njëkohësisht, personat të cilët nuk janë pajtu me mënyrën e organizimit të shoqërisë që kemi ne, sidomos në kuptimin e të ardhurave, krijimit rrethonave për me përfitu materialisht apo për me qenë të vendosur në bizneset caktuar që me të pas një jetë në atë mënyrë të organizuar, më së leti kanë qenë mundësi për të bërë pjesë e grupeve të cilët kanë organizuar vrasje kundrejt nivlereve të caktuara. Ne kemi thonë në të kaluarën se kemi pas gjithmonë frikë nëse Kosova do të bësh shënjesër e këtyre organizimeve duke marrë parasysh performancën e dobët të institucioneve drejtësisë. Fatkeqësisht ka dyshime që kjo ka ndodhur dhe ka dyshime që persona me rrezikshmëri të lartë, të cilët kanë qenë me përvojë në organizimet veçanta, sidomos në luftat veçanta, mund të jenë target i rekrutimit dhe angazhimeve konkrete për bizneset të tilla. Dhe gjithashtu përfundimisht, zotëri Lezin pasi do ta thotë këtë, e ka thënë vetë dje në emision përderisa po diskutojmë, nëse i referohemi edhe telefonatave të enkriptuara pra Sky dhe ICC, ne e shohim se Kosova është thyer në një arenë krimi, duke marrë parasysh se edhe vrasësi më famkeq nga Shqipëria, Nureddin Domani, e kishte këtu një oazë të strehimit të tij, diçka zotëri Lezi e cila bjen pikërisht në pikën që ju po e nxirrni dje në kontekstin që po mundoni të më tregoni në lidhje me temën. Edhe kjo provë nga burimet hapura që rrjedhë se rezultati i hetimeve në Sky, domethënë realisht dyshohet edhe një grup i cili aktualisht në Kosovë është nën masa, e që në fakt janë persona të arrestuar që merren me aktivitetet kundërlidhshme, saktësisht mendohet edhe dyshohet që në kuadër të rrjedhjes së Sky ECC të ketë të dhëna të cilat lidhen edhe me vrasje të organizuara për llogarit grupeve për hesap, qerim hesapesh mes tyre. Edhe krejt përfundimisht mbas edhe veç me po dhe me jo më në shumë përgjigj, a bashkëpunojnë grupet kriminale kosovare, shqiptare, maqedone dhe sërbe edhe për vrasje njëra me tjetrën? A vrasin në favor të njëri tjetrit? Po, për llogarit të biznesit, apo për një llogari pagese. Mirë, atëherë me që këto ishin disa detajet të cilat na i shpallos zotëri Lezi, detajet të rënditse në raport me vrasjen dhe mosbarrjen e tyre, gjithashtu edhe në raport me grupet të cilat janë të afta të kryejnë vrasje pa lënë gjurmë. Këto ishin informata të cilat arritëm të sigurojmë nga zotëri Lezi, të cilin e falenderojmë shumë. Zotëri Lezi, faleminderit për prezencën në studio, edhe ju uroj një rrugë të bardhë drejt Tiranës atje ku po shkoni. Ndërsa me juve ju uroj